E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndaluar pak tek Luiz Eli. Luiz Eli ditën e sotme ka qenë në qendër të vëmendjes për videot e bukura që na ka sjellur në Instagramin e tij. Ditët po kalojnë shpejt, luna po rritet, familja merr kuptimin edhe më të bukur, sepse fëmia sa më shumë rritet bëhet familja edhe më e bukur, edhe më e shtrenjtë, edhe më e dashur. Dhe Luiz Eli sot na ka ndarë një moment fantastik që është argëtuar me lunën. Shoh një Luiz i cili vazhdon të jetë i fokusuar jashtëzakonisht tek Luna dhe shoh një Luna që është e lidhur shumë me babain e saj. Luizi i lumtur për vajzën mundohet që sa më shumë ta argëtoj, ta kënaq, ndoshta, por është edhe duke dhënë në fakt një shembull tek të gjithë familjet shqiptare se t'i kushtojmë sa më shumë vëmendje edhe dashuri njëri tjetrit, t'i kushtojmë sa më shumë vëmendje edhe kohë njëri tjetrit, sepse jetojmë në ditë shumë të angazhuara, shumë në presione që kemi nevojë për dashurinë e kësaj familje. Realisht, nga Big Brotheri, që nga Big Brother VIP 1 dhe deri nga Big Brother VIP 5, çifti vetëm i cili mbijetoi dhe i qëndroi premtimit të dhënë kundërdrejt njëri tjetrit për një jetë të lumtur, për mundësi të bukura në jetë, për një dashuri, është Luizi edhe Kiara. Luizi edhe Kiara po e shijojnë pafund marrëdhënien e tyre. Big Brother përfundoi. Kiara tashmë është në përfundim edhe të sezonit të saj të portokallis, por me patjetër që Luizi dhe Kiara janë në plane për të bërë pushime, por edhe për të bërë një show-un e tyre. Gjatë kohës kur unë e intervistova Luizin, e pyeta se cili ishte plani i Luiz Elit. Luiz Eli mua më pati thënë që dua të bëj një night show, do me thënë dua të krijoj një night show së bashku me Kiarën, dhe unë mendoj që është koha që ne të protestojmë për ta kërkuar që Luizi sa më shpejt ta bëj këtë night show dhe ta kemi çdo javë në platformat tona digjitale, ndoshta edhe për ta prekur më afër këtë familje që jeton kaq e lumtur. Luna po rritet, dashuria në këtë familje është shembulli kryesor që po ndiqet dhe gjërat janë fantastike. Kemi shumë plane gjatë verës, do me thënë Luizi vjen me projekte të reja, Kiara gjithashtu vjen me projekte të reja, ndoshta do të kemi edhe një projekt të bukur për fëmijë edhe nga Luna. Shumë të reja nga Luizi, por të gjitha këto të shpërblyera në një dashuri. Besoj që një video e këtill do t'ju jep emocionet e kësaj nate.